16 vjeçari i thot lamtumir familjes përpara operacionit të trurit, moment që ta dridh zemrën. Mjekët ishin të shqetësuar pasi skanimet zbuluan se ai kishte pësuar një rrjedhje të gjakut në tru. Duke kaluar rezultatet me George dhe familjen e tij, një doktor tha: "Ju keni një piksje të konsiderueshme, ajo që ne e quajmë një hematoma ekstradurale. Kështu që vendimi është ta heqim atë. Ajo është në anën e majtë. Ne do të shkurtojmë atje dhe do të bëjmë pak hapje në kafk." Mjekët ishin të shqetësuar pasi skanimet zbuluan se ai kishte pësuar një rrjedhje të gjakut në tru.